duhet fillohet këtë vit me buxhetin për fëmijët që lindin dhe për fëmijët. Fëmia i parë të ketë një trajtim mujor 60 euro në muaj. Fali, 1.000 euro në muaj. 1.000 euro. 1.000 euro. Fali. Fëmia i dytë 2.000 euro. Fjala për në vit. Fëmia i tretë 3.000 euro. Bonus. Fëmia i katërt dhe më shumë 5.000 euro bonus. Të gjitha këto të llogaritura për për 30.000 lindje në vit shkojnë 60 milion euro. Sepse ne kemi përllorit dhe kostot e kësaj ndërhyrje. Bonusi mujor për fëmijët e lindur, ato ishin bonus i përnjëhershëm, bonusi mujor për fëmijët e lindur me këtë buxhet, do me thanë në vitin 2026, të jetë 50 euro për çdo fëmijë deri në moshën 6 vjeç. €60 për çdo fëmijë në moshën 6 deri në 18 vjeçare. Vlera në vit për 30.000 lindje i bie të jetë 15 milion euro.